Kam informacione shumë të fuqishme që ka qenë spioni grekëve, jo, kemi njerëz që kanë jetuar në Greqi, edhe që ende vazhdojnë të jetojnë, edhe që kanë hasur në këtë ndihmën e madhe që pas ka dhënë Laerti. Ne dimë se si funksionon astronomia greke, edhe për të marrë informacione të fusin një person që në mënyrë aparente është person që është i dashur për ty, dhe blen nga ty dhe shet nga ana tjetër. Do me thënë, nga atë që kam dëgjuar nga njerëz që janë relativisht të besueshëm për mua, ishte person që të ndihmonte duke përkthyer dhe pastaj të gjitha informacionet që mblidhen nga ty, tek vende ja tregonte policisë greke. Kështu që dhe pas asaj aktorit të madh dhe asaj fytyrës angjëllore, fshihet diçka akoma më e errët, do thoshe unë për Laertin. Mua nuk pëlqen absolutisht